Përshëndetje të nderuar student, pas shumë sfidave me teknike, vendosa që të jem afër jush edhe në këtë ligjëratën e 4 me titullin Integrimi në Bashkimin Evropian dhe Shoqëria Civile. Më te ju do ta lexoni normalisht edhe në materialet shtesë, të cilat i keni edhe në Classroom, në skriptën tonë, por gjithashtu materialet të tjera mund të merrni edhe në internet ose edhe në broshura e libra të tjerë të cilat flasin për integrimin në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, si një nga proceset më të rëndësishme në të cilat vendet gjenden dhe ata aspirojnë dhe kështu aspiron edhe vendi ynë. Sigurisht që në vokabularin e përditshëm politik, gjëja të cilën më së shumti e dëgjojmë ne është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian, si të integrohemi në Bashkimin Evropian e kështu me radhë, dhe në këtë ligjërat ne do ta shpjegojmë rolin e organizatave të shoqërisë civile apo shoqërisë civile në tërësi në këtë proces të rëndësishëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për integrimin e gjithë Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Integrimi evropian pra është një nga proceset më raskapitse, themi, më të vështira për institucionet dhe shoqërinë e Maqedonisë, sepse ka një sër parakushtes në të cilat duhet Maqedonia e Veriut, por edhe vendet tjera aspirante të plotësojnë për integrim në Bashkimin Evropian. Pra ky integrimi, do të thënë, dhe organizatat e shoqërisë qytetare janë nga faktorët kyç që të lehtësojnë transformimin e institucioneve dhe shoqërive nga Evropa lindore socialiste në atë demokratike, siç e kemi shpjeguar ne. Organizatat e shoqërisë qytetare apo shoqëria civile në tërësi demokratizon vendin, shqendërzon nga ekonomi qendrore, pra bën ato shumë qendrore, gjithashtu jep rëndësi tregut të lirë e kështu me radhë. Pra kemi një largim të skajshëm nga komunizmi në demokraci, gjë që e ndihmojnë organizatat e shoqërisë qytetare. Anketat tregojnë se qytetarët e Maqedonisë së Veriut pra mbështesin së tepërmi integrimin në Bashkimin Evropian, edhe tash për tash numri i njerëzve të cilët dëshirojnë që Maqedonia e Veriut të integrohet në Bashkimin Evropian është shumë i lartë, edhe për shkak rritjes së euroskepticizmit, që është rritja e skepticizmit për atë se edhe pas integrimit në Bashkimin Evropian a do të jetë Maqedonia e Veriut më mirë apo do të jetë më keq, si shkak i edhe shumë, domethënë, turbulencave edhe në vetë Bashkimin Evropian. Pra si që thamë, ky kapitull, ky mësim, ky leksion nuk synon vlerësimin e kapacitetit të shoqërisë civile për të bashkëvepruar me procesin e integrimit evropian, edhe pse ilustron në mënyrën se si Komisioni Evropian, që është komision kompetent për raportimin e funksionalizimit të shoqërisë civile. Ne do ta shohim më tej se Komisioni Evropian bën çdo vit raportet e progresit, progres raportet për vendet aspirante në Bashkimin Evropian, ku pse kanë shumë çështje, ndërto është edhe funksionalizimi i shoqërisë civile, pra shoqërisë civile japin shumë rëndësi ose funksionalizimit të lirë të drejtë të saj, shumë rëndësi edhe këto progres raportet e Komisionit Evropian. Ai konceptohet në progresin e integrimit evropian, si shihet nga perspektiva e organizatave të shoqërisë civile, diskuton instrumentet, pra Komisioni Evropian diskuton instrumentet kyçe, mekanizmat dhe mjetet që shoqëria civile mund të shfrytëzojë për të monitoruar dhe për të bërë aktor në proces, që mund të transformojë institucionet në shoqërinë tonë. Është mirë të theksohet që ne në vazhdimsi si shoqëri, edhe shoqëria jonë, por edhe shoqëritë në tërësi, janë shoqëri të cilat dëshirojnë të transformohen, të bëhen shoqëri pra më të mira, të bëhen shoqëri që japin më shumë për qytetarët e kështu me radhë. Ndërsa organizatat e shoqërisë qytetare, pra në këtë proces të transformimit, pra luajnë një rol të rëndësishëm jo vetëm për të monitoruar apo për të vëzhguar këtë proces, por edhe për të transformuar vetë apo për të ndihmuar me idetë e tyre në transformimin e institucioneve të ndryshme të cilat janë
pjesë dhe në shërbim të çdo qytetarit. Komisioni Evropian adreson çështje në një nga etapat e kritereve politike, do të thotë brenda seksionit të demokracisë dhe sundimit të ligjit. Komisioni vetëm vlerëson nivelin e zhvillimit të shoqërisë civile, pra nuk mund të kontrollojë ose rregullojë shoqërinë civile. Pra nuk është kompetencë e Komisionit Evropian që të rregullojë ose kontrollojë shoqërinë civile, sa e mirë është dhe sa mirë funksionon ajo shoqëri civile, sepse kjo është kompetencë e shteteve në të cilat shoqëritë civile pra regjistrohen sipas atij statusit që unë ju kam postuar në Classroom, por Komisioni Evropian vetëm vlerëson në tërësi zhvillimin e shoqërisë civile. Sa ka pasur zhvillim, sa ka pasur rritje të kreativitetit të shoqërisë civile, sa ka pasur rritje të ndikimit të shoqërisë civile qytetare mbi proceset e rëndësishme transformuese politike mbi shoqërinë tonë. Komisioni pra kërkon nga qeveritë dhe institucionet e vendeve që dëshirojnë të bashkangjiten në Bashkimin Evropian, siç është edhe vendi ynë, që të ndjekin praktikat e shëndosha të qeverisjes që mundsojnë shoqëritë civile të kenë ndikim në proceset politike dhe vendimarrëse. Pra, Komisioni Evropian vetëm kërkon që shoqëritë civile të kenë më shumë të drejtë dhe më shumë qasje, pra edhe në procese politike dhe në vendimmarrje. Pra jo vetëm të jenë shoqëri civile kot, por të thirren dhe të diskutohet edhe për marrjen e vendimeve, sepse siç e kemi cekur edhe më parë, shoqëritë civile janë shumë shpesh herë edhe grupe të njerëzve të profesionalizuara në profesione të ndryshme dhe ndoshta idetë e atyre grupeve janë, domethënë, ide të cilat i ndihmojnë edhe vetë shtetit për të plotësuar kriteret për antarësimin në Bashkimin Evropian. Por si e tillë, nga natyra, shoqëritë civile janë pjesë thelbësore të zhvillimit të demokracisë, siç e kemi cekur, pra janë një grumbull zërash të cilët paraqiten në opinion, të cilët janë zëra dhe ide të ndryshme për çështje të ndryshme dhe në këtë aspekt ata ndikojnë edhe në demokratizimin e shoqërisë. Pra është proces që merr kohë për të lëshuar rrënjë dhe të bëhet i qëndrueshëm, në veçanti për shoqëritë pa histori të gjatë të angazhimit demokratik dhe qytetar. Pra historitë të cilët nuk kanë një histori të gjatë të angazhimit demokratik dhe qytetar, ky është një proces i rëndësishëm, por është një proces i rënd për ta në mënyrën e demokratizimit. Çështjet dhe zhvillimet brenda organizatave të shoqërisë civile në rrjedhën e procesit të integrimit evropian nuk janë të ndryshme nga ato në ndonjë sistem tjetër demokratik me ekonomi tregu e kështu me radhë, pra janë të njëjta edhe në vendin tonë. Organizatat e shoqërisë civile janë një nga aktorët më të rëndësishëm në procesin e evropianizmit për qytetarët dhe autoritetet e Kosovës, pra këto shkruan, pra autoritetet e Maqedonisë së Veriut është e njëjtë, sikur demokracia, ky proces merr kohë dhe organizatat e shoqërisë civile kërkojnë zhvillimin e tyre me qëllim që të jenë në gjendje të luajnë rolin e tyre me efikasitet. Komisioni Evropian në raportin e tij vjetor, pra siç tham progres raportin e tij, kryesisht vlerëson autoritetet pra, por shkurtimisht vlerëson edhe shoqëritë civile. Autoritetet do të thotë vlerëson rritjen e fjalës së lirë, vlerëson rritjen e besimit të qytetarëve në institucione e kështu me radhë, por vlerëson edhe shoqërinë civile si një nga aktorët e rëndësishëm të procesit të demokratizimit të vendeve. Raporti i progresit që bëhet çdo vit analizon progresin e çdo instance shoqërore të një shteti, kështu pra edhe progresin e shoqërisë civile. Vazhdojmë në slajdin e ardhshëm. Megjithatë, procesi i integrimit në Bashkimin Evropian kërkon shoqërinë civile si partner kryesor dhe Komisioni Evropian pra është i zotuar që ta zhvillojë dhe mbështes atë. Shoqëria civile mirë e zhvilluar dhe funksionale është një nga parakushtet kyçe për demokracitë e zhvilluara mirë dhe institucionet e shoqërisë funksionale në Ballkanin Perëndimor, siç e kemi cekur. Pjesa e asistencës së shënjestruar për shoqërinë civile si pjesë e programeve
për demokraci të donatorëve ndërkombëtar ka mbetur e vogël. Bashkimi Evropian ka dhënë më pak mbështetje shoqërisë civile në shtetet lindore, pra se sa nga donatorët e mëdhenj, ndërsa këtu te ne Bashkimi Evropian asiston shumë me fondet të cilat janë fondet IPA, fondet që quhen fondet e paraintegrimit, të cilët u jepen vendeve të cilat kanë aplikuar dhe aspirojnë për integrim në Bashkimin Evropian. Dhe kështu si rrjedhoj me që do ta shohim ne edhe për fondet IPA, atëherë mund të konkludojmë se Maqedonia e Veriut dhe gjithë Ballkani Perëndimor në përgjithësi, pra janë në një proces të integrimit në Bashkimin Evropian dhe nuk ka rrugdalje tjetër pos kësaj, sepse ato edhe financohen nga fondet e Bashkimit Evropian. Në këtë slajd keni disa nga kriteret kryesore dhe një historik të shkurtër të Maqedonisë së Veriut drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Pra Bashkimi Evropian zgjerohet gjithnjë. Aktualisht kemi 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët kalojnë disa procese për të integruar në Bashkimin Evropian. Më e rëndësishme janë harmonizimi, miratimi, siç quhet, dhe zbatimi i akuius të Bashkimit Evropian, që do të thotë i kërkesave institucionale të Bashkimit Evropian që janë në lidhje me zhvillimin ekonomik, në lidhje me legjislativën apo ligjet në lidhje me luftën kundër krimit dhe korrupsionit dhe kështu me radhë. Maqedonia e Veriut si historik i shkurtër, haprimin e saj e ka filluar në vitin 1995, kur ka vendosur marrëdhënie diplomatike me Bashkimin Evropian, si shprehje e dëshirës për bashkëpunim normalisht dhe integrim në këtë familje të madhe evropiane. Në vitin 1997 u nënshkrua një marrëveshje për bashkëpunim me të atëhershmen Komuniteti Evropian. Në vitin 2001 pra është nënshkruar marrëveshja për stabilizim asocim, e cila është mjaft e rëndësishme dhe në të cilën nënshkruhen të gjithë vendet, të cilët aspirojnë në antarësim në Bashkimin Evropian, marrëveshja e cila vendosi themelet për bashkëpunim të thelluar dhe strukturuar në fusha të shumta, hyri në fuqi në vitin 2004. Një vit më vonë, pra vendi mori statusin e vendit kandidat. Në vitin 2005 Maqedonia e Veriut ka marrë statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian dhe ende Maqedonia e Veriut është në këtë proces, pra me statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, sepse para saj janë paraqitur disa sfida të ndryshme, siç njëra prej tyre është sfida e tanishme me Republikën e Bullgarisë, siç ju mund ta kishit dëgjuar edhe nga lajmet, komentet e ndryshme, kërkesja për përfshirje të komunitetit bullgar në preambulën dhe kushtetutën e vendit si shkak për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, ku në takimin e Këshillit të Unionit Evropian më 18 qershor 2019, atëherë u arrit edhe marrëveshja e Prespës për një paramarrëveshje të themi me Bullgarinë, u konkludua se Këshilli do të kthehet në çështje për zgjerim me qëllim të arrijnë të vendimit të qartë dhe themelor sa më shpejt që është e mundur, ndërsa më së voni në tetor të vitit 2019 dhe kështu edhe sot e kësaj dite 2025 ende nuk kemi një marrëveshje me Bullgarinë. Duhet theksuar se Republika e Maqedonisë së Veriut kaloi paraprakisht një sfidë tjetër, marrëveshjen me Greqinë ose marrëveshjen për emrin me Greqinë, ku Republikës së Maqedonisë i ndryshua emri nga Maqedonia në Maqedoni e Veriut si parakusht për integrimin në strukturën euroatlantike ose në NATO, në të cilën jemi të integruar tani. Plani për veprim dhe zbatim të partneritetit evropian, çdo vend i cili aspiron integrim në Bashkimin Evropian duhet të ketë një plan për integrim dhe zbatim. Partneritetit evropian kërkojnë nga secili shtet pra që të përgatisin një plan, por jo vetëm atë ta përgatisin sipas prioriteteve apo sipas një buxheti të parapar për zbatimin e tyre, por edhe monitoron pra përpilimin e atij plani sipas mekanizmave të Bashkimit Evropian apo të Komisionit Evropian për vlerësimin e veprimit apo sipas i cili pastaj publikohet në raportin vjetor apo siç tham në progres raportin. Mbështetjes financiare të Bashkimit Evropian për shtetet e Ballkanit Perëndimor
i caktohet prioritet në bazë të veprimeve, të reformave afat-shkurtra, afat-mesme që rrjedhin nga partneriteti evropian, duke marrë parasysh nevojat dhe kapacitetet e veçanta të çdo shteti. Pas botimit të raporteve vjetore, pra të përparimit, Komisioni Evropian azhuron dokumentet e partneritetit evropian duke larguar veprimet që janë kryer dhe duke shtuar ato të reja. Pra, Komisioni Evropian çdo vit në sfera të caktuara, varësisht të dimenzioneve vit pas viti, një vit mund ta ketë në ekonomi, një vit në sistemin juridik e kështu me radhë, atëherë kërkon nga vendet aspirante që të angazhohen për plotësimin e këtyre reformave dhe në progres raportin e ardhshëm, atëherë nënvizohet se a janë plotësuar këto do të thënë nevoja apo këto që janë vendosur apo jo, nëse po atëherë ato largohen nga progres raporti, shënohen se është arritur progres dhe vendosen pra prioritetet të reja. Asistenca financiare është shumë e rëndësishme, shpesh herë Bashkimi Evropian finanson edhe organizatat qeveritare, por edhe organizatat jo qeveritare, sipas mekanizmave të ndryshme të tij, por më i rëndësishëm është mekanizmi IPA, që janë IPA fondet. Ne kemi dëgjuar që shumë rrugë, domethënë, në kuadër të qeverisë janë ndërtuar me IPA fonde, por edhe shumë organizata të shoqërisë qytetare, domethënë edhe shoqëria civile mbështetet nga IPA fondet për veprime të ndryshme, të cilat mund të avancojnë ndonjërin nga segmentet e shoqërisë qytetare apo mund të ndihmojnë në avancimin e tyre. Konkurrimi për fitimin e këtyre fondeve është shumë i rëndë, është shumë strikt sepse ka shumë rregulla dhe të gjitha ato duhet të plotësohen dhe të dërgohet në fund raporti i arritjeve të atij projekti të realizuar nga fondet IPA. Fatmirësisht Maqedonia e Veriut këto vite ka fituar shumë fonde IPA në shumë drejtime, në drejtime legjislative, në drejtime arkitekturore, në drejtime të përmirësimit të vendbanimeve të ndryshme e kështu me radhë, varësisht prej prioriteteve që vendos Bashkimi Evropian për të financuar. Përveç pjesëmarrjes aktive në proces, një nga rolet e organizatave të shoqërisë civile është monitorimi i procesit. Pra, organizatat e shoqërisë civile, përveç që marrin pjesë direkt në proceset e ndryshme të Bashkimit Evropian, ato nëpërmjet grupeve të ndryshme të njerëzve profesionistë marrin pjesë dhe domethënë tregojnë se si një alternativë duhet të zgjidhet, ata gjithashtu monitorojnë për zgjidhjen e asaj çështje të caktuar për të cilën kanë marrë pjesë edhe organizatat e shoqërisë qytetare. Një nga më të rëndësishmet pra është monitorimi i planit të veprimit të partneritetit. Organizatat e shoqërisë civile monitorojnë edhe këtë pranin e veprimit të partneritetit, i cili është i ndarë në 6 pika. Siç e shihni edhe më poshtë, objektivat që janë për të arritur, veprimet që duhet ndërmarrë për të arritur, institucionet e partnerit, orari kohor për përfundimin e veprimeve, buxheti domosdoshëm dhe komente për të arritura të tjera të ndërlidhura me këtë. Si përfundim mund të themi se në një organizatat e shoqërisë civile janë në mesin e aktorëve më të rëndësishëm në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Nën dy, shoqëria civile nuk mund të kryejë vetëm rolin monitorues, pra ajo duhet gjithashtu të jetë një nga partnerët kryesor në veçantë të Komisionit Evropian në këtë proces. Nën 3, kapaciteti i shoqërisë civile për pjesëmarrje në bërje të politikës dhe vendimarrje duhet të përmirësohet, pra edhe këtu te ne, dhe nën 4 ekzistojnë disa instrumente siç janë elaboruar në këtë ligjërat që organizatat e shoqërisë civile mund të shfrytëzojnë për të marrë pjesë në proces. Unë deshta në përfundim të kësaj ligjërate t'u jap edhe një shembullin e protestës së djeshme të studentëve me rastin e tragjedisë ndodhur në Koçani, ku
shoqëria qytetare në një numër të madh të mbledhur në qytetin e Shkupit protestoi kundër korrupsionit dhe krimit që siç thanë ato, domethënë viktimat të tij kanë qenë edhe viktimat si pasojë e zjarrit të rënë në një diskotek në qytetin e Koçanit. Dhe ky është një rast ku shoqëria civile edhe merr pjesë, domethënë direkt në politikë, në vendimarrjet politike, por edhe mund edhe më tej shoqëria qytetare që të raportoj mbi zhvillimin e atyre vendimarrjeve politike apo mbi haprimin e atyre proceseve. Kjo ishte ligjërata e sotme. Për pyetje të tjera mund të më shkruani në koment pasi të postohet kjo ligjëratë. Ju faleminderit dhe ne do të takohemi edhe në një ligjëratë të ardhshme që më pastaj të bëjmë kolokviumin e parë të kësaj lënde.